Përshëndetje miq të Radio Televizionit 21, jemi këtu në promovimin e albumit Krenar Krasniqit, cilin e ka emëruar Hakikat. Krenar Krasniqi sot bashkë me gjithë bashkëpunëtorët e tij dhe miq do ta festoj pra promovimin e këtij albumi, I cili ka gjithsej 8 këngë. Albumi përmban 8 këngë të reja, të gjitha të shoqëruara me videoklipe që këtë natë u shfaqën për herë të parë para publikut. Emocione të shumta, kam 2 vite që jam përkushtu total në album. Kam një pauzë që e kam bërë gjatë, edhe po besoj që kam e qenë një dhuratë mjaftueshme për publikun, për gjithë ata që më kanë përkrahur gjitha këtyre viteve. Janë 8 këngë secila e shoqëruar me videoklip. Besoj që do ta presin mirë edhe jam shumë falendërues për gjithë ata që më kanë përkrahur, edhe që kanë vazhduar në përmbrëmje, në përahindje, në për gjitha eventet tona që i kemi. Në këtë promovim për krah Krenarit ishte edhe bashkëshortja e tij, e cila e ka përjetuar gjithë këtë rrugëtim artistik nga afër. Unë më jam çuj vetëm shumë e fat që kam qenë e para që i kam dëgju këngët e këtij albumi të mrekullueshëm. Përndryshe jam kanë dëshmitare edhe afërt për punën e palotshme që e ka vë, me aq përkushtim edhe dashuri ndaj profesionit vet, kështu që e përgëzoj gjithmonë për këtë vullnet që e ka, që gjithmonë ja ka arritur me sukses. Të pranishëm në mbrëmje ishin edhe shumë figura të njohura nga arti e muzika, të cilët e vlerësuan lart punën e Krenarit. Kënaqësi që jam sonte në këtë promovim të Krenarit. Tash unë po flas për një pozicioni tjetër. Kam marrë sonte në promovim të një djalë I cili është në fillet e tij, edhe përgëzoj për këtë album të parë të tij, I dëshiroj suksese. E presin shumë sfida të mëdha, por shpresoj si I ri nuk do të mungoj dashuria për këngën, pasioni, edhe vullneti për punë, edhe t'ja arritja dalë qëllimit. Po çka të them unë Krenarin e kam edhe mik edhe më pëlqen performanca e tij, unë ju përgëzoj për këtë album, në kohën që faktikisht albumet veç po perëndojnë edhe nuk po punohen albume. Kjo është po mendoj një ndërmarrje shumë e mirë, edhe me tregu drejtën merr mirë shumë për këtë album, I pash edhe emrat që kanë punuar në album, Aslit Safaj, Mentor Sulemani, edhe gjithë ata që kanë kontribuar për këtë album. Për mua kënaqësi, pasi që Krenari e meriton. Urojmë që ky album të ketë sukses shumë në vazhdim. Si pjesëtar I grupit ndihem shumë mirë për këtë promovim të albumit, edhe këtë, si më thon, këtë ngjarje për neve. Është viti I 5 që punoj unë me Krenarin, ndihem shumë mirë dhe uroj që të na shkojë vazhdimisht. Po për juve? Në pjesë e albumit jemi edhe na, kështu që kena punu pak shumë të, se a jenë me veç për live, kështu që inshallah me shkena sukses me të. Po, ndoshta cilën prej këngëve kishit dashur me veçu prej albumit? Për veti kisha me veçu këngën e Gyrbetit. Mendoj që edhe është pak më e për gyrbeçar dhe uroj që me pas shumë kështu shikueshmëri ose. Mu për fillimin ka pëlqyer Hakikati, është një stil interesant, kështu që çfarë jam pëlqen. Tjetrat bëj më Gjitha albumi përgjithësi do të jetë risi, do të jetë diçka shumë e veçantë. Po, çka kishim me I thonë Krenarit tash që s'është këtu me neve? Krenarit ne çdo ditë I themi ato që kemi për t'i thënë, edhe vetëm që ta shkoj kështu mbar, uroj që të kem sukses. Derisa e di se çfarë repertuari ka Krenari në domethënë paraqitje të ndryshme që kanë hëngje familjare ose në mbrëmje të ndryshme, edhe unë jam njëra ndër bashkëpunëtorët e Krenarit, e di që ka bërë një album perfekt. Po ma merr mendja. Nuk kam dëgjuar hala diçka, tek tok diçka pjesë, po nuk disha që ka bërë diçka të bukur. Për ata I thash e falenderoj, po mendoj e përgëzoj për guximin që e ka marrë me go, që me koni shembull I mirë që mos me lon albumet, se ato janë, është patenta jonë, këngët tona ato që bën do të me pas një patent, se edhe këngët kur po I bën veç ato dyqysh sikur po I merr rrera dhe po hupin, kështu që kur bëhet një album komplet vjen shprehje pak më ndryshe, edhe është shembull I mirë për kolegët e tjerë, për neve të tjerëve që duhet me bë albume. Jeni pjesë e promovimit të albumit të Krenarit, çka do I kishit thënë Krenarit në këtë natë, themi ashtu e madhe për të?
Realisht në këto evente njerëz të suksesit thirrin ata që në pjesë të suksesit tyre, kështu që krenari këtë vit ka pas një vit shumë të mirë me shumë gasa në sallat tona dhe këto suksese i mëroj të mos si dalin kur. Po afrohemi te sezona ku bëhen xhirimet për vitin e ri. Çka do të sjell Grand Eventi, pra cilat janë emrat, cilat do të jenë aty? Realisht Grand Eventi si çdo vit e organizon Gala New Year Party. Për këtë vit jemi duke punuar në përgjithën e emrave më të mirë të mundshme me pasitë të ndryshme, kështu që ju presim. Përveç se kisha përgëzu shumë, e kisha thonë urime, kisha me shtu se çdo këngë ti është hakikat, jo veç albume, dhe ajo që ka karakterizon krenarin është që ai nuk i ndjek trendet, por i bën këngët që besoj do të jetojnë gjatë për gjenerata, sepse kanë kualitet, kanë prekje për publikun dhe janë të jashtëzakonshme. Sa u duan të dy, edhe malet i kishim shty. Të më fakt, as ty, as vetës janë thjesht, raska dhe jetës nuk i vëmbon njeri. Në një kohë kur albumet po bën gjithnjë e më të ralla, krenar Krasniqi ka zgjedhur të bëjë të kundërtën, të sjellë një projekt të plotë, të përgatitur me shumë dashuri dhe përkushtim.